Situata në kantierin e aeroportit të Vlorës vjen të mbetet e tensionuar pasi për të dytën ditë radhazi punonjësit dhe përfaqësuesit e kompanive të përfshira në projekt nuk janë lejuar të hyjnë në zonën e ndërtimit. Bëhet fjalë për kompaninë Mapco Construction SA dhe 2A Group, të cilat prej muajsh janë të angazhuar në ndërtimin e aeroportit të Vlorës, një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore në vend. Mospërfshirja në kantier ka sjellë bllokimin e plotë të punimeve, ndërsa për orë të tëra përfaqësues të kompanive kanë kërkuar hyrjet në ambientet e ndërtimit me qëllim vijimin e punës. Sipas burimeve nga vendngjarja, në qendër të konfliktit qëndrojnë mosmarrëveshjet mes dy kompanive për ndarjen e kuotave dhe kontrollin e projektit të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Situata ka sjellë edhe ndërhyrjen e forcave të policisë, ndërsa raportohet se tensione dhe përplasje kanë ndodhur edhe gjatë ditës së mëparshme në zonë. Si pasojë e bllokimit, punimet në kantier janë pezulluar, duke e shtyrë për momentin dhe afatin e planifikuar për inaugurimin e aeroportit, i cili ishte parashikuar të realizohej në fund të muajit maj. Deri tani nuk ka një afat zyrtar se kur mund të rifillojë normalisht punimet, ndërsa situata mbetet e hapur dhe nën monitorim nga autoritetet përkatëse.